Në një çoshe në anë të aksit rrugor Lezhë-Shkodër, mes zhurmës së makinave dhe ritmit të përditshëm të jetës, një burrë dhe një grua kanë zgjedhur të punojnë krah për krah në një lavazh makinash për të siguruar jetesën e familjes së tyre. Çifti prindër të 3 fëmijëve prej 5 vitesh hapin çdo mëngjes dyert e lavazhit, ku pastron 10 makina në ditë me përkushtim dhe ndershmëri. Edhe pse puna është e lodhshme dhe shpesh nën kushte të vështira atmosferike, ata nuk ankohen. Kam punu rreth paktën këtu 20 vjet, punëtor 15 vjet, punëtor mrapa arritme qëllimit që e bëjmë me biznes tonë. Lodhje normal që ka se e kalojmë orarin 8 orarsh, punojmë ma shumë se 8 orë, ka raste që punojmë 16 orë punë, lodhje ka, po fitesa është mjaftueshëm. Mungesa e punëtorëve detyroi nënën e 3 fëmijëve që t'i bashkohet punës së bashkëshortit. Fillimi ishte i vështirë, tregon Aleksa, por sot ndjehet mjaft mirë me atë që bën. Mi fjalë masi e pava se s'kisha me kenë me punu, nuk ka punëtor që punojnë ma për lavazhe, atëherë e mora bashkëshorte me vete, si për me ndihmu mi fjalë, me mu bakra. 5 vjet. Unë kam 5 vjet që kam nis lavazhin. Burri nuk kishte punëtor, kishte nevojë. Vështirë fillim ishte pak për mua, po me kalimin e kohës u mësova. Lodhje ndje boll, po nga gjendja ekonomike që jena, do të me bë patjetër. Historia e tyre është një shembull i vërtetë i sakrificës dhe vlerave familjare, në një kohë kur shumë të rinj largohen nga vendi në kërkim të një jete më të mirë. Fillim e kam pas pak të vështirë me sy tjetër, po me kalimin e kohës jam mësuar me mua, edhe më thojnë bravo të qoftë që ndihmon burrin, mos e ke për turp, se puna nuk është turp, edhe shumë e kënaqur jam, edhe nuk e kam për turp që të punoj me burrin. Edhe çfarëdo që të flasin tjetër mu nuk më intereson. Ky çift lavazhierësh në Lezhë tregon se me përkushtim dhe bashkëpunim, edhe punët më të thjeshta mund të bëhen me krenari dhe nder.